Këtë libër me gëzim e shkrova, të gjithë familjeve u apështova. Prandaj unë dua që ta lexoj, nga ai të mësoj, e mua të mos më harron. Për fëmijët kam shkruar, me zemër e shpirt kam punuar. Ata meritojnë çdo gjë të mirë, dhe të vitën shumë të lirë. Në librin tim është tërësia, ëndrat e tyre, gëzimi e lumturia. Ishin të vargjet e shkruar nga Bekim Bajrami, për mbledhjen e cilit po e përuroj sot. Me përurimin të librit, portret që kam në zemër, shkruar nga autori Bekim Bajrami, i cili tash e 4 vjet nuk është në mesin tonë, mirë po krijimet e tij që lanë do shkrim, po botohen në këtë përmbledhje poetike, me cilën pasqyrohet shpirti i tij krijues e përkushtimi njerëzor, për aq sa jetoi e veproi, ndonse për disa vjet i rënduar nga smundja e tij e rënd, i cili gjeti pregje e forcë për të shkruar. Të nderuar proneshët, të nderuara familje Bajrami, është një kënaqësi e veçantë për mua të jem sot këtu në këtë aktivitet kulturor të rëndësishëm, ku po promovojnë një libër që e pasuron më tej skenën tonë letrare. Si drejtori i drejtorisë për kulturë jam i nderuar që kemi pasur mundësinë që të ofrojmë mbështetjen e kërkuar për të lehtësuar dhe edhe promovimi i librit portreti që kam në zemër të autorit Bekim Bajrami, i cili ndonse iku herë në amshim nga pas vetës për shërbimi vargjet poetike që i donen nga thellësia e shpirtit të tij krijues. Andaj, ky promovim është një moment i rëndësishëm për letërsinë dhe kulturën tonë. E bashku edhe një homazh i denjë për autorin që tashmë nuk është në mesin tonë. Përmes këtij libri, ne rikthejmë zërin në mendimin e tij, duke bërë të bavdhekshëm vargun e Bekim Bajramit. Poezitë e këtij libri janë dëshmi e një pasioni për fjalën e shkruar, e një fuqie të një poeti për të frymëzuar dhe krijuar vargje që shpërfaqin fuqishëm dashurinë e tij për vendlindjen, familjen, florën e faunën dhe gjithçka që ka rrethuar autorin në këtë vëllimi poetik. Të nderuar dhe përkushtimin që keni përkat me fjalës së shkruar librit dhe kulturës në pozicion. Mrekulli është qyteti i zemrës për secilin fëmijë. Vëllezër dhe motra, të dashur bashkëmirë të librit. Lidhja shkrimtarëve e Kosovës Dega Lidhës Muzhilan me këtë fund vit shkollor e mori përsipër që ta promovoj librin më poezi për fëmijë të poetit Bekim Bajrami. E botuar në këtë vit, në 2025. Një koncept lidhja shkrimtarëve e Kosovës Dega Lidhës Muzhilan uron dhe falemineron familjen Bajrami për bodimin e kësaj vepre, për kujdesin dhe dashurinë ndaj Bekimit dhe vjeshave të tija, me të cilat duhet ta ndiheni se njeriu që bën vepra pas shkuarjes në amshim nuk vdes, po jeton bashkë me veprat e tij. Unë si mirë se keni ardhur. Lejoni që për respekt ndaj autorit të them disa fjalë. Ulen me 23 tetor 1977 në shtatin Sërnis, komuna e Gjilanit. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, ndërsa shkollën e mesme në drejtimin e makinerisë në Gjilan. Pas përfundimit të shkollimit, Bekimi u punësua si kryemekanik në modet e forcave të forit, po e qetë në dytë këtë libër me gjithë përkushtimin në këtë salë të bukur ose në këtë shtëpi të librave. Duke lexuar ose duke kaluar prej leximit në lexim, fitoi bindjen se Bekimi përveç talentit dhe briljes për të vlerësuar, kishte ndikim edhe në bashkëngjarët paralelës, të cilët poezitë e tyre ishin të dashurisë për tokën, për atë dheu që na e lanë gjysh sërgjyshit tanë, të cilët e lanë me gjakën e tyre, ata e lanë testament me vullë gjakën,
për të aksuar e për të mbrojtur pres pas presi. Shumë shkrimtarë atë dheu me qojtë në në dhejë, me shumë të drejtë, sepse nënët që me tjerë i kënduar një mundat e rritës edhe pjekurisë të fëmijëve, për të kuptuar se tokën në të cilën u lindën, ose i lindën nënët është e shenjtë. Të nderuar familja e autorit Bekim Bajrami, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të nderuar kryes letrar, sot në këtë shënim përgjithëtori jemi sërish bashkë me Bekimin tonë të dashur, njeriu e përkushtuar, vëllain, shokun, mikun, poetin tonë. Jemi sot bashkë me fjalët e tij të lëna në shkrim, porosi që ato ta shohin dritën e botimit. Dhe ja porositë e tij, tregimet e tij, tashmë janë liber dhe ashtu siç donte ai, e pa ndjenjën e botimit do të janë në dorën e lexuesve. Të nderuar familjarë të Bekimit, të jeni krenar gjithmonë me jetën dhe veprat e Bekimit, sepse dikush që ditë shkruan, ditën mbetet i paharruar në kujtesën njerëzore. Vend të Bekimit, Lavo Gjevat, motra, familja e qërë, dhe gjithë të pranishëm që jeni këtu sot të këtë ngjarje të veçantë për një ish të nëstonë. Po e thonë se me i kujtu të zënësit ishte një shumë e rëndë për një mësimdhënës. Po jeta që i ka me sfida të ndryshme që po të ballafaqej ka me këto ngjarje. Për neve nuk është lehtësot të flasim për një ish të zënës që ke pasë në shkollën fillore Ramis në Sërnis, mirë po krahas brendjes do të flasim edhe me krenari për një djalë që ka qenë nxënës i joni dhe ka qenë një djalë shumë i mirë. Bekimi ka qenë një djalë bjart që si fëmijë në shkollën fillore Ramis Sërnis, ai ka qenë një djalë i këndshëm, ka qenë një djalë i sjellshëm, ka qenë një djalë i zhurtë, ka qenë një djalë i harreshëm që nuk ka ditë me kriju probleme të pazgjidhura, por ai ka ditë me kriju ngjarje që kanë kriju disponim edhe për veten e tij, por edhe për shoqërinë që kanë qenë të rreth. Do thotë, ne Bekimin e kujtojmë si një djalë shumë të mirë, të edukuar, të sjellshëm, por në kohën kur ne kemi punuar me nxënës, si kemi pretë edhe talentet e nxënësve. Bekimi ishte një djalë me talent gjithë përfshirës. Kur thojmë gjithë përfshirës, ai ka vazhduar shkollën teknike, është marrë me një drejtim krejt tjetër, jo me drejtime poetike, po drejtimi puna e tina ka qenë lidhur në jetë me diçka krejt tjetër. Po mendja e tina e ndritur ka ditë me lidh jetën me gjitha ngjarjet. Pak me emocion, gjithë kanë shumë këtu, 2 herë familjes, edhe të mëtonë për gjithë një. Drejtorin e lidhjes shkrimtarëve, drejtorin për kulturë, mësimdhënësit, mësaferët që na kanë ardhur me shumë kushëri dhe gjithë familjarët tonë, edhe ne shumë faleminderit që na keni nderuar sot. Jo vetëm ne, por edhe Bekimin, unë nuk kam shka shtoj fjallë ma shumë, besoj që ato që u deshme kanë jetë mos miri gjithë pranishëm këtu, po sidomos ata që ishin sot referues, drejtori, mësimdhënësi, arsimtarin që kena pas edhe me Samiu, edhe njeri faleminderit gjithëve dhe ju ftoj për një kafe këtu afër në lokal për kafe. Edhe një faleminderit gjithë. Unë të Bekim Bajramit, nga sot do të jetësohen nëpërmjet krijimeve që po përrojnë sot. Ju falenderojmë gjithëve për pranimin tuaj, duke uruar në këtë ditë pikëmin një dhënje për familjarët, që shpirti i Bekimit kthehet në paqe e vepra e tij të lezohet e të jetësohet për herë në mes breza shtrinj.